أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أجرimi gjysmë së dytë të muajit Shaban. Pra atë njeri që nuk ka agjerim të zakonshëm. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të vijë gjysma muajit Shaban, ndaloni agjerimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: mos e paraprini muajin e Ramazanit me agjerim të një ose dy ditëve me përjashtim të njeriu që ka pasur të zakonshëm agjerim në atë ditë. Agjerimi i ditës së dyshimit. Amar ibn Yasir radhiyallahu anhu thotë: ai që agjeron ditën në të cilin dyshon ka bërë mëkat, dhe Ebul Kasimit sallallahu alaihi wasallam 7. Agjerimi të vitit edhe nëse nuk agjeron në ditë të ndaluar. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu thotë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha: o Abdullah bin Amri duke agjeruar tërë vitin dhe tërë natën e jetë duke u falur. Nëse vepron kështu do të lejosh dhe të përfshi letargjia, nuk e agjerua ai që agjeron të tërë vitin pa ndërprerje. Ebu Qartat radhiyallahu anhu thotë: erdhi dikush te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, si agjeron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? U hidhrua nga pyetja e tij, kur Omeri radhiyallahu anhu vërejt këtë gjë tha: jemi të kënaqur me Allahun, për Zotin ton, me Islamin, fen ton dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për pejgamberin ton kërkojmë strehim tek Allahu nga hidhrimi i Allahut dhe nga hidhrimi i pejgamberit të tij. Omeri përsëri këtë fjalë disa herë derisa u qetësua hidhrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha: o i dërguari i Allahut, si është puna atij që agjeron të tërë vitin? Tha: as ka agjeruar as ka ngrënë. I ndalohet gruas të agjerojë në praninë të burrit sa e pa pasur lejen e tij. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos agjeroj gruaja në praninë të burrit të saj përveç se me lejen e tij. وإذا قرأنا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.